Përkeqësohet gjendja shëndetësore disa prej grevistëve në ditën e 3 të grevës orisë në zyrat e sindikatës në Marinz. Pas njoftimit për shqetësimet e para ka mbetur një ambulancë për të monitoruar shëndetin e grevistëve. Sipas kreut të sindikatës Dritan Shahu, disa prej grevistëve mëngjesin e sotëm kanë shfaqur tension të lartë, lodhje, dhimbje koke dhe marrëmendje. Sot kemi 72 orë që kemi hyrë në grevurie, disa nga çunat kanë shfaqur pak tension të lartë, dhimbje koke, ndonjë marrje mendjesh dhe lodhje normalisht. Por që jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona, siç e patë edhe jashtë, gjithë punonësit janë këtu, ka rezolvuar punën, jemi të gjithë bashkë deri në arritjen e asaj që kërkojmë. Kërkojmë diçka legjitime që na takon dhe është mos e domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që sjell vlerë të ardhur për kompaninë. Jo, deri më sot nuk kemi pasur reagim. Shpresojmë që të ketë reagim, që këta njerëz të mos tregohen të papërgjeshëm me gjithë këtë gjë që po ndodh. Siç ju pat jashtë, të gjithë punonësit janë këtu. Jemi të gjithë në një zëri, nuk po kërkojmë asnjë gjë të egzageruar, po kërkojmë meritokraci dhe drejtësi. Ndërkohë ambulanca ka qenë këtu pranisht me gjatë këtyre ditëve? Nuk është njoftuar të dy ditë, sot e kemi njoftuar në mëngjes, tani do të pak më përpara, se njëri nga çunat ishte pak ndinte një lloj lodhje, matëm tensionin me aparatin që kishim ne dhe tregonte 10-16, që na duk pak shqetësuese, por mjekët e di më mirë. Grevistët Dritan Rapushi, Eduard Selami dhe Bledar Dano kanë pohuar se pas 72 orësh janë përkeqësuar, por ndihen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Grevistët që gjatë ditës sot më keni shfaqur shqetësime pas 72 orësh grevëries, çfarë kam çik dhimbje koke, pak tensionin e lartë. Këto nuk kam në shqetësim tjetër, vetëm këto dy, pak dhimbje koke dhe tensionin e lartë. Deri tani në këto momente. Ndërkohë nga ditë në ditë pritet që gjendja të përkeqësohet. Po normale se tani njerëz me frym jemi dhe ne do përkeqësohet gjëja se vajtëm 72 orë pa ngrënë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Normale që të përkeqësohen gjërat. Shqetësimet kanë qenë gjatë natës mbrëm. Kemi pasur 3 nga djemti, kemi pasur me luhatje tensioni. Gjëra që ne kemi zgjidhur këtu. Sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Dhe përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Ndërkohë punonësit e Bankers Petroleum vijojnë edhe sot pezullimin e punës dhe janë vendosur pranë zyrave të sindikatës së bashku me grevistët. Ende nuk ka asnjë reagim nga kompania, ndërsa puset vijojnë punën pa mbikëqyrjen e punonjësve. Të vetmit që kanë kontaktuar deri në këtë moment e grevistët janë përfaqësuesit e Inspektoratit të Punës dhe policia.